Nga drejtori ekzekutiv i Jugochromit u paralajmëruar javë më parë se do të fillojnë me punë në ndërtimin e filtrave, por ende zyrtare nuk ka asgjë. Ndërkohë ministri i ekologjisë Bashkim Ahmeti sot u shpreh se nuk është avokat i Jugochromit, por përfaqësues i qeverisë dhe se gjithsesi jemi të vendosur se Jugochromi duhet të vendosë filtra. Siç edhe më herët e kam thënë, në mua mos llogaritni avokat i Jugochromit, po në mua llogaritni, unë jam përfaqësues i qeverisë dhe përfaqësues i popullit dhe përfaqësojmë qeverinë dhe interesat e qytetarëve. Gjithsesi ne jemi të interesuar, kemi thënë edhe më herët, qëndrimi jonë është publik, se jemi Jugochromi dhe gjithë secili duhet të vendosë filtrat dhe të plotëson standardet për të vazhduar me punë. Ju e dini se ka një vendim aktual për deri 31 tetor, se a janë vendosë, a nuk janë vendosë, çka punohet për momentin, domethënë do drejtoheni në Jugochrom. Nga ana tjetër dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jess Bailey theksoi se kjo çështje është diskutuar shumë herë dhe ky problem është kompleks për gjithë punëtorët dhe qytetarët në përgjithësi, pasi ka të bëjë me shëndetin e njerëzve. I think there's been a lot of talk about it. There's been a lot of citizen engagement, and that's a good way. That's how you're going to solve this problem. Mendoj se është diskutuar shumë për këtë temë dhe ka pasur një angazhim të madh qytetarësh dhe kjo është mënyrë e mirë dhe ajo se si duhet ta zgjidhni këtë problem, me angazhim të qytetarëve, me angazhim nga qeveria dhe të mundoheni ta zgjidhni këtë. Është çështje komplekse që ka të bëjë me punëtorët, me shëndetin e njerëzve, por gjithsesi duhet të ketë aksion. Afati përfundimtar për vendosjen e filtrave është 31 tetori, deri atëherë Jugochromi duhet të punojë në mënyrë intensive për t'i vendosur filtrat, apo ndoshta do të kërkojë përsëri afate shtesë, gjë që është bërë zakon i tyre tani e shumë vite me radhë. Përderisa ministri thotë se nuk është avokat i Jugochromit, por i qeverisë, dhe populli atëherë duhet parimisht të jetë në anën e popullit që është duke u helmuar.